po i dëgjoni, do më thonë janë pikërisht deklaratat e ti të cilat veç sa e kanë zmadhuat hendekun që e kemi pas mes nesh, po kjo nuk janë deklaratat arsyeja vetme, po është mënyra se si ka qeveris, mënyra se si kemi bashkëpunu gjatë edhe këtyre 4 viteve, sepse Zoti Kurti gjatë 4 viteve, sa kemi qenë në opozite, kam fjallën për mandatin e kalum, nuk ka lënë hapësirë dhe nuk ka kriju një shteg të bashkëpunimit, po thuaj se mas një parti politike. Më lejonit ju them që unë kam disa mandatet, të cilat kam qenë pjesë edhe e qeverive edhe e kuvendit, që nga vitit 2010, do më thonë prej që kur vetëvendosja është në parlament, kemi hy në të njëjtën vetë, për herë të parë në historitë kuvendit, duke qenë edhe pjesë e qeverisë, e kujtoj shumë mirë, po duke qenë edhe pjesë e legislative, që për herë të parë në këto 4 vitet e fundit, ka shku komplet mandati, pa e marrë qeveria e Republikës Kosovës as edhe një propozim nga opozita. Imagjinojeni, as edhe një propozim. Një amandament njëherë ka kalu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i cili ka pas baj me të hyrat vetanake të komunave, për me i zhbloku, edhe është dasht me ardhë ligji i bugjetit edhe njëherë në rishikim në mënyrë që me u implementu i njëjtë sepse nuk ka pas. Dhe më thënë, thjesht nuk ka pas urat e bashkëpunimit, nuk kanë lënë as një hapësirë. Mandej mos flasim me shkeljet kushtetuse, me mënyrën se si janë sjellur karshi resurseve shtetërore, me mënyrën se si e kanë shfrytzu bugjetin në mënyrën ma brutale të mundshme për të blerë vota, për të blerë paqe sociale, se si shfrytëzojnë resurset edhe sot, duke e shkelur në vazhdimsinë në 72 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili në mënyrë eksplicite e thot që nuk mund të jesh edhe deputet edhe të mbash pozita ekzekutive. Janë gjitha këto të cilat me të vërtet, do më thanë, kanë kontribu edhe në një farë mënyrë e pa mundësoj një bashkëpunim të tillë. Po më lejoni të them këtë, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk mundet me u ataku edhe me u shënjestru si kontribuse në krizë apo edhe si qelës për të dalë nga kriza për faktin se ka alternativat të tjera saj përket konstituimit e kuvendit. Ne kemi disa parti politike të cilat kanë thënë që zonja Haxhiu është e papranueshme, ndërkohë që të gjithë thonë që ka kandidat të tjerë të cilët të ishin të pranueshëm. Lëvizja vetëvendosje, e cila i ka 48 deputet në kuvendin e Republikës së Kosovës, nëse do të ishte e interesuar që me të vërtet ta bënte konstituimin e kuvendit, brenda 24 orëve, do të kishte mundësi që dhe 27 deputet tjerë t'i provante, dhe unë të garantoj që kish me pas vota për ndonjërin prej tyre dhe kishim kalu në, do më thonë, në afatet e konstituimit mandej të formimit të qeverisë. Vetëvendosja po thotë kush jeni ju me na tregu kon me bona. Jo mërë nas po ju tregojmë, na as njëherë nuk ju kemi thonë që me bo dikon, pikërisht kjo ka qenë arsyeja që kemi thonë që as nuk kemi vota për zonjën Haxhiu dhe as për këtë tjetër. Urdhënoni, bëni marrëveshje politike, qysh janë votu kryetarët e parlamentit gati gjatë krejt historisë së kuvendit, të paktën sa unë jam pjesë e atij kuvendi, gjithmonë me marrëveshje politike. Nuk ka pas, do më thonë, zonja, ju e dini, e mbani mend shumë mirë, ne si Lidhje Demokratike të Kosovës, derisa negocioni me lëvizjen vetëvendosja në vitin 2019, ne kemi dhënë votat, do më thonë, për kryetarin e parlamentit. Veç Albini po thotë që na mundemi pra me shku në zgjedhje, edhe rezultati mundet më thënë. Veç tregoj, edhe mandej kemi bë marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, kemi hyrë në koalicion, zoti Glauk Konjufca i ka lshu ulsen e kryetarit e parlamentit zonjës Osmani. Kur është zgjedh Kadri Veseli, ka pasur, do më thonë, ka pasur i njëjtin ngërç ka qenë dhe ju ka dashur që t'i bëj votat, sepse duhet të bëhen votat. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, kushtetusja, ka thënë që i pari e ka të drejtën e propozimit, por ajo nuk ka thënë që, sepse për ndryshe nuk do të kishte vot, do më thonë, do të thuhej që të parit i takon pozita e kryeparlamentarit dhe ne do të ishim në rregull, do më thonë, nuk do të kishte nevojë as të votohej, po e do e dinim, sikur për shembull që është rasti i mandatarit. Presidentja nuk ka mundësi mos me ja dhënë mandatin të parit që i ka fitu zgjedhjet, sepse i takon, edhe këtu, i takon pozita, mirë po duhet, ata duhet me u kujdes që me i bë votat, ose duhet me i bë votat, ose duhet me nxjerr një kandidat i cili merr mbështetje edhe pa marrëveshje politike, ose shkojmë në zgjedhje. Ose shkojmë në zgjedhje. E nëse shkojmë në zgjedhje, Albini po thotë që marr më shumë vota, vete 32. Atëre pretel çojmë një herë. Nuk është kryesi kuvendi ajo mandej.
me që kemi dalur fitues në zgjedhje, na takon pozita e kryetarit dhe një nënkryetarit të kuvendit, ndërkaq 4 nënkryetarit e tjerë, partive të tjera. Nëse ne do të kishim si fitues të 5 nënkryetarit, atëherë do të mund të thoshim se ka logjik e legjitimitet kundërshtimi i ashpër opozitar. Por kësaj siç është, kemi veç se humbje kohë. Kushtetuta dhe akti gjykimit të gjykatës kushtetuese janë të qarta se kujt çka i takon. Rezultati i zgjedhjeve nuk mund ndryshohet. Zgjedhjet mund përsëriten, por edhe rezultati jo vetëm që mund përsëritet, por edhe mund thellohet në favor televizjes vetëvendosje. Zonja Bajrami, rezultati mundet me u thellu. Pra, po ju paralajmëron që hajde shkojmë në zgjedhje. Veç se dhënat e terrenit po tregojnë diçka tjetër. Po e tregojnë trendin që lëvizja vetëvendosje është në rënje. Unë po besoj... Të dhënat nga terreni po thonë edhe LDK-ja është në rënje. Unë po besoj që ne gjithë këtu e dim që kushtetuta e thot që kryeparlamentari i takon të parit, po gjithashtu edhe kushtetuta edhe rregulloria e thot edhe një gjë tjetër që duhet me u votu me 61 vota. Edhe gjithashtu kushtetuta e thot që deputeti i detyrohet vetëm vullnetit të qytetarëve, të votuesve të vetë dhe asnjë detyrimi tjetër. Do me thonë, ky duhet me kuptu këtë, edhe nëse nuk e kanë plan me i qu qytetarët edhe një herë zgjedhje, sepse partitë politike atë punë kanë, do me thonë ne në qoftë se nuk jemi pjesë e institucioneve natyrisht që shkojmë në zgjedhje, mirë po vetëm let dihet përgjësia. Dhe përgjësia është e partia i cila ka fitu 48 mandate në kuvendin e Republikës e Kosovës. Unë veç di me ju garantu që kushdo që i kish pas 2 mandate, ose një mandat sot ma shumë se Kurti, ne ka kohë që do i kishim institucionet. Ne, si Kurti kishim vetëm një mandat ma shumë se Kurti, qofshin ato edhe 26, mirë po t'ishte ky 25, ne kishme pas kohë që i kishim formu.